thonë shpellë. Kështu që më mirë lere. Që nga arsyeja, që nga hyrja im dhe përzgjedhja ime, Xhike. Po pra, që nga... Çfarë? Që më thu, Unë po them çast kam pëlqyer. Jo, zgjidhja jote. Çast të ka pëlqyer ty nga loja ime. Çast më ka pëlqyer? Marrëdhënia me Selimin, që ke patur që kam thënë në prime. Kaq. Çfarë marrëdhënie? Kush marrëdhënie? Marrëdhënia juaj brenda kësaj shtëpie vëlla, që të dy e keni përdorur, të dy e keni arritur ta çojë në këtë pikë. Tek mua s'të pëlqen kjo gjë, kurse tek ajo pëlqen. Si? Tek të dy e kam thënë vëlla, nuk ka qenë korrekte. Edhe ajo ka përdorur kur është dashur dhe ti e ke përdorur kur është dashur. Kjo gjë ty nuk ka pëlqyer nga unë, s'm ke thënë nga unë. Po, edhe nga ty s'm ka pëlqyer. Marrëdhënia që ti ke pasur me këtë apo loja që ke përdorur. Loja që ke bërë ti me atë. Bravo. Iko. Çfarë që të ka pëlqyer? Si? Çfarë që të ka pëlqyer? Shumë pak gjëra. Për shembull. Shumë pak gjëra. Po për shembull. As më kujtohet tash. Keni jot raport në fjalën e Rokerit. Vazhdo. Shumë pak gjëra. Po. Vazhdo pra. Kaq ishte. Ato shenjat, ato gjërat mos i harro. Çfarë shenjat Ato shenjat që më thoje ti që. Po pra, e kam për vetën time, valla, s'e kam për ty. Pra, si për vetën tate. Po si për ty e kam? Ti orë fal nuk se kuptoj tash. Po si për vetën tate, mos si për gjërat që po bën ti. Po. Po ç'më duhet mua, ne po bënim bisedë për gjërat e mia. Ti më thua, unë s'kam bërë asnjë bisedë për gjërat e tua, valla. Sa e ke pas të gjithë të tjerë të mbledhur aty, ti e ke parë që unë më largu, apo jo? Apo jo? Sa duhet me të ta thot tash? Çfarë? Më thosh. Sa duhet me të thot vëllai? Ore, nuk kam marrë këtu për ty. Po pse kush ka marrë për vetë? Po pse kush ka thonë që ti ke marrë për mua? Po kaç pra? Po mua mos mua afrosi shok pastaj. Po do më thonë nuk duhet të afrohesh. Fjalën shok mos ma thuj pastaj. Pra nuk duhet të afrohesh. Fjalën shok mos ma thuj. Nuk ka thënë. Përdorja që të ketë shok, mos përdorja. E pa tash se ke interes ti. Se unë mund të vi të Unë interesa. Unë mund të vi të bëj dy parë muhabeta, dy të qeshë për ty. Jo vetëm nga jashtë, çfarë do thotë? Po pse vetëm për atë punë? Pse vetëm për atë punë? Po pse për çfarë punë tjetër? Nuk vije vetëm për të qeshur. Po pse për çfarë punë tjetër? Afrohesh për shok, hajde rri shok. Po shok pra po rri, pse çfarë po rri? Jo, po rri për shok. Po rri shok, po rri shok. Duhet të përdori që të Nuk po rri shok. E ka standarde shok. Vallai me tar shoku në këtë lloj farforme valla, edhe me ti thon ku i ke dy defekte dhe dy gjëra. Çfarë defekte? Unë se di çfarë tjetër do të thosh. Luaj vetëm mos e kërkoj Selini ke kravatin pranë. Mos e kërkoj pranë Selini ta, mbas asaj që keni gjuh. Më shumë e ka kuptuar ky dhe e kanë gjuh këtë mesazhin atje jashtë, se di. Po kështu është ato. Kjo është pra muhabetin aty. Fakti është. Ku ka ardhur? Muhabeti me Selin ka mbaruar. Fakti është. Jo ka kërkuar krevat, ke dhoma atje. Ke shpella, si ka vazhdon akoma. Nuk po vazhdon. Po e mbyll këtu. E ke kërkuar. Jo, Mario, po e mbyll këtu. Po mbet çati bësh kaq